La vida es un carrusel, 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 la vida es un... Mirëmbrëma, miq dhe pacient të Tru Podcastit. Siç e dini, dashuria ime për futbollin daton që në moshën e herët prej 4 vjeçësh. Kam bu 2 zgjedhje të gabuara në jetë, që jam me Interin edhe që kam përkrahur PD-n. Tani jemi tek tifozat kuqezi dhe te kombëtarja kuqezi. Shpresojmë që të shtunën në ndeshjen e shekullit kundër Serbisë, neve të triumfojmë dhe të fitojmë, sepse siç e thotë edhe ky miku që kam këtu, ëndra e shqiptarëve nuk është të antarësohen apo të marrin pjesë në botror. Ëndra e Shqipërisë është që të mundim Serbinë dhe të shplasin ato fishek zjarret dhe dalin këto këngët patriotike të gjitha. Neve faktikisht, edhe pse transmetojmë tani pas ndeshjes, nuk është se dim rezultatin, sepse ky është me regjistrim. Nuk duam ta bëjmë live të gjitha me radhë, se unë dhe Edi duam të pimë një birr pas ndeshjes, por që le të shpresojmë që mund të bëjmë një analizë të bukur dhe le të shpresojmë që analiza jonë të përputet me rezultatin e nesërm, ku Shqipëria pse jo të triumfojë. Bashkë me mua këtu kam një djalë, dua t'i them djalë, që është gazetar sportiv dhe ka një jetë që është një nga gazetarët sportiv më të njohur dhe më të mirë në Shqipëri, edhe pse nuk ka në bujt madhe, se nuk e ka qef këtë mediatizimin dhe famën këta gjithologët që si Selami Enisheri që na tregoi skemën fituese se si mundet Serbi. Besoj se e keni parë gjithë. Kam këtu në Tru Podcast Eduard Ilnicën. Ed, vlla, mirë se merre. Mirë se gjeta Shpendi, këtu jam vërtet si në familje, sepse bëhet shumë miqësore biseda dhe më thënë të drejtën, jo për kompliment, po jam ndjerë më mirë se sa në studio televizive, kur ka debate të nxehta, le të themi, për sporti. Jam më i relaksuar se kur për të bërë një bisedë, me thënë që korrespondon kësaj radhe me ndeshjen kundër Serbisë. Kjo është e mira e podcastit, vlla, se podcastin shumica e shqiptarëve ka marrë si intervista. Ndërkohë që podcasti është bisedë në kafe me 2 kamera, në thelb. Pra bëhet lirshëm, nuk ka debate, nuk ka goditje poshtë brezit, sepse është takim miqësor. Ti nuk e fton podcast armikun tën, ose nuk e fton podcast kundërshtarin tën që të zihesh. Poshtë brezit do ta godasim Serbinë. Po. Ato kurse besoj ne të dy do jemi fair. Besoj se Serbia na ka goditur shumë shpesh poshtë brezit, jo vetëm politikisht. Shumë herë, ne nuk mund të harrojmë asnjëherë, domethënë gjenocidin e tyre, ne nuk mund të harrojmë sulmin që i ka bërë Kosovës, ne nuk mund të harrojmë represionin që kanë bërë disa herë, domethënë po fillojmë nga vitet 1800 dhe tutje, domethënë dhe nuk harrohet kjo. Nuk harrohet sikur edhe 200-300 vitet kalojnë, ne të jemi në BE, edhe ata të jenë në BE, nuk mund të harrohet. Pavarësisht se flitet shpesh, jo po kjo është sport. Okej, sporti është në fushë, por ne dim që futbolli nuk i përket më vetëm fushës. Po, është bërë industri. Pra merret politika me sport, merret ekonomia me sport, merret çdo lloj fushë e jetës. Në 24 orë më vonë, syt janë atje, sepse është nacionalizmi. Siç e the ti, bëra 2 zgjedhje të gabuara që mora Interin e PD-n. Unë të jap një kështu për humor, kur thonë që burri që burr, domethënë nuk ndryshon. Por burri ndryshon gruan, ndryshon, mund të lërë dhe pijen, mund të lërë dhe bigjozin, bëra vese që janë të varura, që thonë nuk e lë dot, por ama kombëtare nuk e lë dot. Po shkruaj. Apo jo? Kombëtare nuk e lë dot, po sa patetizëm shef ti te patriotizmi shqiptar. Tani, dëgjoj, midis shumicës ka element. Ka element, më thëmë, patetik, në emër të nacionalizmit mundohen të duken, të shprehen. Nacionalizmi bëhet me vepra, për mendimin tim. Po. Çfarë bëhet? Fillon nga familja jote. Po. Nëse ti e edukon familjen tënde dhe fëmijën tënd, i mëso shqip në atë parë. Ky është nacionalizmi i parë. Pra bëhet fjala edhe kur jeton jashtë vendit. Kur je pra e mëson mirë shqipën. Po.
Ti mëson historinë e Skënderbeut, ti mëson historinë e Ismail Qemalit, ti mëson historinë e patriotët vërtet të vendi. Aty fillon nacionalizmi, patriotizmi. Nuk fillon me fjalën direkt kur thot Serbi, nuk është patriotizëm ajo. Okej, në Korea sipër na ndodh gjithëve, më kupton kur ka ndeshje dhe unë i justifikoj tifozët. Por patriotizmi i vërtet i njerëzve intelektual ose ata që përpiqen të hiqen si nacionalist bëhet me vepra. Dhe si bëhet me vepra, duke shkuar çdo herë në stadium, jo vetëm kur luan Serbia apo Greqia apo pra mbështetet kombëtare edhe kur luan me Andorën, kur luan me Letoni, se mas 3 ditësh ne do luajmë me Letonin. Ai e patrioti. Ato të shko pra, edhe në Letoni ndiqi kombëtaren. Ose në qoftë si pa mundur, mbështeti njësoj. Jo ti fito me Serbin ose je prezent me një ndeshje shumë të madhe ku fryma patriotike qëndron dhe pastaj nuk e ndjek. Ne do të jemi konsekuent në këtë pikë. Unë nuk e njoh personalisht Armand Dugën. Po ka diçka, nëse ai zotëria ja ka zbart faqen kombëtares, pra në drejtimin e tij, kombëtarja ka marrë 2 herë pjesë në Europian dhe kemi shpresën për të futur në botror. Filloj që nga logoja. Domethënë, shumë sa e lezetshme është bërë Stema, që është edhe për marketing, pra mund ta blejnë njerëz edhe jo shqiptar, sepse është dizenjim i bukur. Dëgjoj, Shpendi, ton për ndërpres. Ne kemi mundur Serbin 3-0. Tavolin. Merita e vetme është e këtij njeriu që përmendën ti. Nuk merren fare me pjesën tjetër. Jo po ky shet bileta, jo po siç e akuzojnë njerëzit. Nuk më intereson fare. Ky loboj, zotëri, nuk e di se ku i gjeti parat dhe nuk më interesojnë mua se ku i gjeti parat. Neve na intereson eficienca. Të interesojnë ata që flasin për sharje, për shitje, më thënë, mua më dha 3 pishin në tavolinë. Dhe futi për herë të parë Shqipërinë në Europian. Merita kryesore, edhe nga që ishte pjesa është ndeshja me Serbinë, prandaj ta përmend. Pa arritur, pa përmendur infrastrukturën e lobimin që ka bërë me UEFA-n edhe sot është jo më kot zëvendës presidenti i FIFA-s. Nuk më intereson fare. Fakti që ai shkoi në mbrojti Shqipërinë, mbrojti fanellën kuqezi në instancat e kasit të gjykatës sportive në Zvicër, për mua ka dhënë 3 pikë të tavolinë dhe ishte ajo 3 pikësh. Ai 3 pikë neve na kualifikoi. Po. Nuk më intereson fare pjesa tjetër. Dhe kush thot, do të thonë që jo po ai është shiti me ndeshjen këtu, pastaj me Serbinë, shtur. Nuk ka besoj njeri që e do më shumë se ai fitoren me Serbinë. Nuk besoj. Sepse ai është marketingu më i mirë për të. Është marketingu më i mirë për ekipin kombëtar. Interesin e vet, domethënë. Patjetër. Është më i mirë për anën ekonomike të federatës. Ai po deshë e shpallim dhe mbret pas asaj fitore. Më kupton? Se ne kemi marrë fitore të mëdhaja. Po ta rrafim fush Serbin, nuk e kemi arritur. Prandaj, a ka më shumë se ai person të interesuar në Shqipëri që do të fitoj? A mendon se ka të njëjtin intensitet si ndeshja Shqipëri-Greqi? E kalon atë. Prevalon atë. Pse? Se unë kam qenë prezent kur kemi mundur Greqin stadium. Kam qenë dhe prezent kur jemi mundur këtu nga Serbia. Nuk kam qenë në Beograd. 0-2, do të thënë, nuk kishte ka qenë për kohën, ishte shumë e madhe ku mundëm Greqinë sepse edhe Greqia vinte si kampion e Europë, por edhe përpos fakti që ishim shumë të lidhur me Greqinë ato vite. Gjithë emigracioni, 800.000 shqiptar ishin shumë Greqi dhe Itali ka qenë, po. Tani nuk është ajo. Ne na ka ndodhur, pastaj ndodhi lufta me Kosovë dhe pasi u formua dhe grupimi tifozët kuqezi, tani është shumë më i ndjeshme me Serbinë. Edhe përpos atyre që ndodhen në Beograd. Dhe për mua le të vi këtu kampion, le të vi Brazili, le të vi Gjermania, le të vi Argentina, Messi. Kemi ndeshur me Messi, kemi ndeshur atje. Pra,
nuk ka ndeshje që kulminon më shumë për shqiptarët se sa ajo kundër Serbisë. Në çdo aspekt, sportiv, patriotik, nacionalist, quhe si duash. Do thënë, kjo prevalon mbi gjithçka. Tani largo zot vlla, largo zot humbasim. Si e parashikon reagimin e tifozëve shqiptar? Se kjo është e çuditshme. Pra, e the shumë bukur. Luhet me Serbin, dynden gjithë në stadium. Luhet me Letonin, me Andorën, hajde më se. Po. Domethënë, këtu ka një lloj hipokrizie edhe ndaj kombëtarës. Pra ne duam ditë mira kur fitojnë. Na është bën një kështu tipologji që çdo gjë është bigjoz tash, e? Nga që luhet bigjozi e hapur. Po jo, ma do që mua golin e minutën 90 se ishte bosh për bosh. Minimalisht ne të dy, apo ata që po na ndjekin, që kemi luajtur një herë Calceto, dihet se çfarë rendimenti ka një lojtar në minutën 90 valla. Pasi fillon 1 orë gjys, po jo 1 orë gjys si neve që rrimi në cigaret e portat të vit topi. Po duhet lëvizësh bosh 12 kilometra mesatare. Dhe gjo, në nivele që luajnë sot, unë nuk po them që nuk ka tolerime dhe nuk ka shit blerje. Sa është fenomen botror. Por te kombëtarja nuk do ta besoja, sidomos të vitet e fundit. Sidomos luajnë në nivele shumë të larta. Po. Pagesa shumë stratosferike, po. Kush mund t'i japi për shembull një lojtari cash, më fal, pa marrë shembull. Po. Ai merr 1 milion euro në vit, ose 1.5 apo 1. Edhe më shumë marrin. Apo Mario Mita, po marrë edhe me emra si duash ti. Broja. Po, Broja merr 2-3 milion pound. I rritur me frym komplet tjetër angleze. Me thënë, ti shkosh aty ti japësh na 1 milion euro ti ta pritalla si do t'i japësh ato? Si mund ta she? Ku do japësh? Do japësh Mandukës, po themin. Po. Që ai ta bëjë ndeshjet. Ka nevojë Manduka. Kush është ai president apo ai trajner që shkoj ti thot lojtarit, dëgjoj këtu se do mund të tolerosh, edhe do ma tolerosh me 1 minutë 90. Nuk bëhet. Se duhen prishur to mitet vlla. Nuk mund bëhet. Ai imagjinon ti se çfarë mund të ndodhi me atë lojtar ose me atë grup lojtarësh nëse merret vesh, sepse diqet karriera direkt. Jo diqet karriera, po ke gjithë stadiumin në shpinë. Po si Fagjoli, ma ishte Fagjoli Juventusit. Jam i smurur nga bastet. Po i shiste vet ai. Pra, ai shiste luante me kartona, se unë e kam ndjekur. Po. Ai luante me karton që do ketë 4 kartona apo 5 kartona, se atë nuk e kanë kontroll as presidenti, as trajneri, as lloj gjë, mjafton që unë të kem vullnetin të hyj edit me sparkat pa top. Po ta jap shembullin me tolerimin me shitje. Po. Spanja ndaj nesh në Europian toleroi. Po, pafund. Toleroi në kuptimin që un po fus një informacion të dytë, nuk po jap maksimumin se nuk maç më duhet, ti fito. Tash i portieri bëri pritë mrekullueshme. Pse do të hapi portën ai për atë luan ai për imazhin e vet, luan për karrierën e vet. Pra, ne nuk mund të bëjmë tilla gjëra dhe themi pastaj si s'na e lan ata, më thënë se s'kishte ç'u duhet. Rasti më flagrant që un mbaj mend që është e falur te neve, është rasti i golit të Xhakës. Zvicër Shqipëri. Po. Ja ka dhënë Seferovic. Po. Bosh për bosh bëri sikur se goditi se pas Shaqirin nga ana tjetër ta hapte që Xhaka ishte patriotike. Të bën golin nga 40 metra. Po ishte patriotike pra. Është më thën pse ti bëj keq, më thën në këtë sens ose t'ja log se i bëj mirë. Po jo se e shqitje e bleu, nuk mund të kalkulohet ke kombëtarja kaq thjesht. Unë nuk e paragjykoj, domethënë se çdo ndeshje kur humbim shitet dhe pastaj kur fitojmë ne jemi më të mirët, po. Ne jemi më të mirët. Okej. Ka pasur vite më përpara, por mas nivelit europianit unë nuk besoj që të ketë pasur shitje. Tolerim ndoshta. Nuk e diskutoj. Shitje në emisore s'di ta them. Po flas ndeshje zyrtare. Ndeshje që ka qenë kualifikuese për europian ose botror. Nuk di ta them të. Më thënë, nuk e perceptoj dot që sepse ti dhash pse. Janë mirë paguar, kanë karrierë, kanë tifozërin, presionin të tifozërisë. Se do merret vesh. Është kaluar, shikoj, faktikisht është kaluar pak në industri odje. Më thënë, futbolli tani është bërë industri. Patjetër. Do më thënë, ka ndikim sponsorash. Mas viteve 90 është krijuar. Është industri. Që kaloi formati Champions League 93-94. Po, nga Kupa Kupa e Kampionëve, që atëherë ka filluar industri, domethënë, sepse u futën reklamat. Unë mbaj mend, për shembull, unë jam tifoz i Brazilit.
Brazilit madh, jo këtij Brazilit që doli 0-0 me Ekuadorin dje, jo Ancelotti të vi aty, po nuk e di Peleja, ngjallet nuk e bën dot më atë, se s'po prodhon më lojtar Brazili. Ne nuk e ndrojmë dot, thash unë, ekipin e zemrës. Ndrojmë çdo gjë. Po Brazilin për shembull, unë e shoh dhe të shpendi, domethënë është në 98-ën Ronaldo është futur në formacion, se unë jam tifoz i fenomenit, është futur në formacion sepse ka kërkuar Nike valla. Po. Ishte i smur me epilepsi 40 minuta para ndeshjes. Ne di, me kemi parë ne. Fuqia e marketingut është aq e madhe sa ishin humbje kolosale, po mos ishte zotëria në formacion, se ishte tër bota, 3 miliard veta duke parë. Fix. Ashtu siç ka qenë në 2014-ën, për Messi. Për Messi. Adidasi e shpalli lojtarin më të mirë Po. të botrorit. Po. Ç'lidhje kishte ai? 0 në 2014-ën. Po nuk po themi 0, a kupton? Messi nuk e meritonte. Po. Nuk e meritonte Messi. Pra, është kjo, por nuk shiti ndeshjen, se po të kishte pas kaq ndikim në rezultat Adidasi, do ta kishte bërë apo jo? Po. Do ta kishte bërë. Ose siç më thon mua, ja, ishte programuar që do ta merrte Messi në vitin 2022. Po. Me thonë, mua logjika nuk ma rrok këtë. Pse s'ma rrok? Sepse në minutën e 121-122 Po. shkon Kolomuani tek për tek me portierin, Po. ai rasti i fundit po. atje, ishte Me ndeshja Martinez, barazim, po, 3-3. Dhe ai e ka prekur me këmbë dhe ka debyue. Po të ishte hyja ai gol. Pse e mati sponsori apo se kjo që investoi që t'i japim Argentinës, e bëri ashtu fotografi që do të ndodhi kështu? Fal. Ajo ka pasur, shikoj, Argentina këtë vit ka pasur, atë vit. Nuk e mohoj Sa që shpejt ka njikur vite, 2022-shën, Po. vajtën 3 vite. nuk e mohoj që për shembull interesat fort ekonomik ose Adidas, gjigantët Nike. këta duan, e kupton, dhe investojnë që dhe mund ndikojnë një farë mënyre, por fush. Më kupton, ti nuk mund ta llogarisësh ato. Ai po ta ishte bërë atë, mbaroi ndeshja. Mbaj mend, Gol mbaroi ndeshja. mbaj mend ka qenë një lojtar i Apollonis, po do të them emrin tani në transmetim direkt, po ishte me Byli si me Apollonin e gjitha, po Bigjozhi i thekur, a kupton? Po ka. Ti e shkoje, Si është niveli i futbollit? futeshe poshtë aty. Hajde se s'ka gjë e joni, a kupton? Ja kupus të kundër. Tani njëti person la, për të hequr topin, është historinë fjerë. Po. Për të hequr topin, e godet aq fort sa bën Eurogol vlla nga 40 metra, nuk festonte. Po. Nuk festonte o vlla, se e kishte luajtur kundër. E boni vet. Donte me heq topin. Po, e Ço topin lart e kapi koma shtrem, tre konç. Domethënë, ky është leitmotivi i futbollit shqiptar, sepse në rang vendi, kategoria superiora, lë shumë për dëshiruar. Dhe ndoshta kjo e ka krijuar të lloj alibie që çdo gjë shitet. Ti jemi korrekt, që ka shitje, nuk diskutohet, ëh? Si që jemi, mandi bëhet rëndom, në kampionatin shqiptar bëhet që ka edhe shitje kombëtare, miqësore, patjetër që ka. Çfarë do lloje në Afrikë, në Azi, kudo. Patjetër që ka, nuk e diskutoj. Edhe që kemi bërë dhe ne, Pa. edhe këtë jam i bindur që është bërë, edhe me kombëtaren, shumë vite më përpara. Por nuk mund të shkohet deri aty, pse humb ti me Serbinë 0-2 për shembull ca vite më përpara. Na e shite. Dhe e shite ti. Më kupton të shi. Gjitha i stadium, pra ne po them unë, dhe kush e shitja? Shitja Armand Duka, thon. Po si e shitja Armand Duka, a ka më reklam se sa ai për përfituar? Armand Duka vlla, Armand Duka ka Ka pasi nevojë ai për sa të ta shesësh ka ti. pasi fat keq vlla. Që tani e ka rregulluar raportin me politikën, po në vitet që ishte ndeshja, ka pasi përplasje dhe ishte i vetmi që ja mbylli derën Rilinis vlla. Domethënë që i bëri opozit reale për FSHF-n. Dhe absolutisht do t'i hidhej balta. Ajo ishte baltë fabrikuar politikisht, sepse pse nuk u bë me një ndeshje tjetër. Neve kemi marrë barazimin dhe Liechtensteinit, që Liechtensteini janë ca kasap, ca bankier që janë regjistruar aty se s'ka njerëz. 50.000 veta janë ata. Edhe do marrin pjesë në evenimentin që është kualifikuese. Duhet të them edhe këtë gjë. Unë nga politika nuk është se Nuk t'intereson të merresh, të analizosh. Por ama, kur Erion Velia i donte ta sulmonte, Edi Rama i dha blok. Po, Erion Velia. po. Pse? Se ai shef ke te Duga shef një partner. Po.
partner jo politik. Partnerës është Dikur ka qenë me vllajën partner politik. është organizat shumë fitim prurse FSHF-ja valla. Po, jo, është imazh. Edhe imazh, po, ku ambasador, po. Dalim ke njëjta pikë që thash unë. A ka njeri më interesuar se Duka, dhe në këtë rast edhe Rama, që Shqipëria të fitoj jo me Serbinë, po të fitoj me Anglinë, me gjitha. Është imazh. Nuk është thjesht çështje ekonomie, se ti po e shitet ndeshjen, ku do t'i marrësh ato lekë, si do t'i fusish ti pastrosh ato, se ka filma pastaj. Se duket kollaj, jo, po unë ta jap këtë ti. Pse ç'a u bën ato spesa domate, që jemi në këtë tregu futa dhe shitet ti, sa e ke ti na këto. Se i bëjnë këto 10 milion, 20 milion, 50 milion euro, si ku me qenë 5.000 lekë. Qepuiga. Po. Të lutem shumë. Pra, se duhet të vësh pak. Dakor dhe shiti Duka, shiti për 10 milion, për 20 milion euro. Si i merren ato lekë? Më thuaj ti, kush kompani është ai që të paguon nga keshti që shite dhe e bleve? Ose ta jap federata. Po pse është kjo, pse krijohet kjo mania u bër? Sepse njerëzit nuk pranojnë rezultatin e fushës. Dhe kur nuk pranojnë rezultatin e fushës, i bien shkurt. Për të justifikuar ndoshta edhe ato që u vjen ndërmendje. Ajo është punë fuqie. Pse nuk duam ne ta rrafim Anglinë, Anglia na rref sistematikisht. Po se ka, është nivel tjetër. Është nivel, vëlla, është. Ai do vi një moment që edhe rastisht do ta mund. Po, sipas kam lexuar një libër Gladwell. Ama kjo, më fal, Shpendo, kjo është ndeshje që nuk është çështje taktike. Nuk është çështje. Kjo është çështje fanelle, vëlla, është çështje shpirti. Kjo është un kam vetëm një mesazh për ta. Po. Çuna. Ju nuk mund të luani me porosi trajneri. Luani me shpirtin. Më thënë, prish një skema, nuk më intereson mu fare skema taktike. Edhe pse mund të marrë vesh në presingu, do luet kështu, do luet ashtu, ose kratë shpejte, ato që janë gjëra normale në futboll. Jo, luaj i përqendruar. Mo edhe tampon vesh, nuk më intereson fare. Luaj që kur ti ke armikun më të madh jetës përpara. Luaj sikur ti po të vret familjen. Më kupton deri këtu improvizoje me mendjen tonë. Sikur ai është armiku jo, janë llogore. Pra kështu duhet luajnë ato. Në kuptimin jo të thënë po mirë, të bëjmë faulla të marrin kartona të kuq, e bën dot një njeri për shembull, siç është Broja. Më thënë, lojtari më i mirë në ekip për mendimin tim është shqyer nga prindër që kanë lindur në malësi të madhe, vlla. Po vlla, po ka një problem. Ai është ushqyer nga prindër që janë rritur në malësi të madhe, po ai është londinez, vlla. Në mentalitet. Ai është në londinez në lojë. Dhe ai është mentaliteti shqiptar. Dhe ai është i ushqyer me lek, ai ka që 16 vjeç që merr rroga që nuk e ndjen. Me Serbi nuk është çështje leku. Se ndjen vlla, më thon, problemi që un kam parë të djemt në një pjesë dërmuese është që nuk e ndjejnë fanellën se nuk janë rritur këtu vlla. Shumica. Shikojnë si një gjë katapultimi se po morën botror. Jam shumë dakord për Inter Milan, Juventus i Reali. Jam shumë dakord për ata për ndeshje prestigje. Për shembull, të lush kundër Anglisë dhe ti do dukesh do të shitet. Po kjo nuk është, Serbia nuk është e tillë. Serbia është luftë. Po të njëjtën që kanë dhe ata. E ke parë Vučićin? Vučići, fjalimin e vet. Pikrisht. Tha shkoni dhe mundeni në Shqipërinë atje. Pse e përmendën? Pse thashun llogore? Edhe ata luftë quajnë. Prandaj quaj llogore. Pra, ti je në llogorën tënde dhe unë jam timën. Hajde. Por guxo. Guxo dhe lufto. Dhe po luftove. Taktikisht do jeti kush është më mirë vlla. Serbia apo neva? Dgjoj, nga ana sportive normalisht mjafton të shohësh një kalkulim. Ku luajnë lojtarët po. Kur jo vetëm ai pjesë. Se ti mund të luash edhe ke Arsenalia, ku luan te Reali etj. Koeficientet e basteve janë mjeshtra ata që i bëjnë. Bookmakers. Ne kemi mbi 3, gjitha këto. Ato ai kanë diku fillon nga 2.15, 2.2, 2.3 më i larti, vetëm nga kjo shifeti. Me thonë për të parë që bota, jo ne, as serbët, me thonë ne na shohin më inferior paksa se serbët. Pra, sepse kanë shumë element, kanë histori në futboll më shumë se sa ne. Jugoslavia. Kanë cilësi më shumë, jo ajo që luajnë ekipet, se në ekipet forta luajmë edhe ne.
Ne kemi Aslanin, e Interin, Gjimshiti, me Atalantën, kampion në Europë vitin e kaluar, Europa League. Kemi lojtarë tjerë, Serie A sa duash, Kumbulla, po deshe që luajt Ismaili, Ramadani, pra luajn Serie A, që është nga kampionat më të mira. Pa nuk është çështje emrash, çështje skuadre, po është çështje mentaliteti radh parë dhe grupi dhe fryma që ata kanë përcjellë ndër vit. Pastaj edhe si cilësi, janë disa elementë që janë shumë më lartë se sa neve. Vlahovic kushton 50 milionë euro. 60. Ai është lojtar pocaçi. 70, po s'ka rëndësi. Ai është lojtar pocaçi. Ne nuk kemi lojtarë të tillë që na kushtojnë aq shumë. Edhe Broja që i shkoi çmimi i kartonit deri në 40 milion. 40 milion pound, tani Broja, 50 milion Vlahovic. Tani ka rënë 25 dhe nuk e merr kush. Ka rënë 25 Broja sepse Broja u dëmtu vlla. Kishte një vit e gjys s'po rekuperoi dot. Ky është fati keq i tij. Unë po flas për aktualitetin, se pastaj ne vite më mbrapa mund dalë një talent, super talent dhe mund shitet edhe 100 milion euro. Nuk e diskutoj këtë pjesë. Por po flasim për aktualitetin në ndeshjen e nesërme. Por kjo nuk është diferencë e madhe, ëh? Sepse ti mund ta kesh edhe 1.6 koeficienti, nuk nisëm nga kjo. Prandaj e them unë kjo. Ato janë pak më mirë. Po. Janë pak më mirë. Kuotohen më mirë. Kuotohen më mirë ose janë edhe cilësisht edhe historikisht, me thënë, por aktur nesër nuk luhet ta asnjëherë, nuk ka bastë nesër, nuk ka koeficient nesër. Një nga problemet nesër koeficienti është 1. Pra 1 do hyt, fitoj. Po. Humbë ndeshjen pastaj, s'ka rëndësi. Ideja është vlla. Serbia nuk ka grup. Pse? Mbahet më në botëror skandale që dolin në Serbi, që ngacmonin gratë e njëri tjetrit. Ky Vlahovic që thua ti kishte ngacmu Adem Ljajic gruan në hotel. Dhe ata jo vetëm tjenë tresha braziliane, Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Rivaldo, çoj si duash ti, po nuk patë grup vlla. Ata nuk hanë me njëri tjetrin. Domethënë janë shumë individ më cilësor se sa neve. Pra po ti kapësh në reparte, ata janë më cilësor se sa neve. Kam shumë eksperiencë, më shumë trajnime, më shumë stërvitje. Nuk e di domethënë, të gjithë llojet e trajnerëve që nga nutricioni, që nga tjetra kanë shumë herë më lart se sa ne, edhe personal, po ata nuk kanë grup vlla. Domethënë ata urrejnë me njëri tjetrin. Nuk di Serbia të formojë një grup. Gasho, është momenti që ta godasim. Se Serbia nuk është ajo që ka qenë për shembull në botrorin 2014 apo që një boom. I mori 3 pikë në Gjermanisë. Ka pasur element shumë më të mirë dhe ka qenë kombëtare më e fortë. Këto vitet e fundit, të 5 vjeçaren e fundit, Serbia nuk është ajo që ka qenë. Pra dhe ne duhet përfitojmë nga kjo. Duhet përfitojmë shumë. Dhe mos harrojmë edhe një gjë tjetër, që ne e kemi lënë një herë jashtë Europianit. Po. Dhe kjo do ishte goditje dyfishe për ata. Dhe ata e kanë luftë, se e përmendëm ne. Dhe ata e kanë luftë. Por ajo që le të japin shpirtin në fushë, unë atë dua, kuqezin tan. Nesër të japin jo 100% që thohet, po ta i kalojmë, të lënë frymën atje. Pastaj mbrapa i gjykojmë ne që me gazetari sportive, ose analistët, trajnerët, që qa nuk funksionoi taktikisht, ama, për aq sa ishe në fush, ti dhe shpirtin o vllai. Jo, tash njëri fle gjumë aty ecën me 2 orë, jo po s'më dhan top, jo po nuk pata mundësi. Jo vlla, brapo vlla. Derisa Serbia ka një problem shumë madh sepse është kombëtarja që kam shumë gjoba në historinë e njerëzimit të futbollit. Po, se kanë vetëm këto Kosova është Serbi, këto deklaratat e huliganëve. Sa është probabiliteti, që nesër të ketë provokime? Patjetër që të ketë. Po jo nga neve. Nga ata? Nga ata. Pak e vështirë, ndodh me një stadium të futen element. E provoi Ballist Morina më në Cervena Zvezdës. Ajo ka ngel histori pastaj sepse ishte i pari që bëri këtë show-un edhe tash i merren masa edhe nga ajri, Pra kjo është e para një herë ti nuk celularët nuk punojnë në stadium.
Nuk do punojnë. Nuk punojnë, se të bllokohen Po, rrjeti. Plus që ka flukse. po. Dhe para nuk mund ngresh më dronin ti në ato momente. Droni do e ke parasysh. Kjo Shkon te puna e liçeni. dronëve është shumë e vështirë. shkon te Jeni që liçeni. ka një perimetër aty ka edhe do ketë edhe special agent special që sa të shohin perimetrin eliminojnë direkt. Kjo është e pamundur. Brenda është kontroll shumë I madh, i fortë. tifoz serb nuk ka. S'ka tifoz serb? Jo. Se kështu është bërë marrëveshje. Si nuk ka tifoz serb? Nuk ka tifoz serb. Nuk mund të ketë tifoz serb, sepse është bërë marrëveshja që fillim. Ata vinë pa tifoz, edhe ne nuk do shkojmë, nuk do jemi prezent atje, Beograd, në ndeshje kthimi. Pra kjo është edhe sikur të kenë futur, infiltruar element shqiptar ose, më thënë, që kanë bler biletat në emër dikujt tjetër për të bërë dëm, është shumë e vështirë që një individ të fusi element për të prishur ndeshjen ose striçone apo pankarta ose kapsolle, gjëra që të ndikojnë në mbarvajtjen e ndeshjes, pra që të prishin Po. ndeshjen, shumë e vështirë të hynë se do kesh kontroll. Po. Do kesh kontroll fizik. E para, dhe e dyta, nuk mund ta bësh me një turm tifozë shqiptar, sepse ai do ulet atje, Po. sepse të mysin pastaj. Më kupton, të hidhen të tut, si Ne më këtë thon, nuk e di unë. Nuk e di që je ulur ngjit. pas kemi marrë veshje që nuk çojmë tifoz. Jo, e kemi këtë se për çështje Që sigurie. nga Çështje koha e po. 2016-s. Kjo ishte me marrëveshjen që në fillim që ra shorti, ran dy palët, bën marrëveshje që mos kemi Incidente. incidente të tilla sepse nuk mund ti kushtosh gjithmonë vetëm siguri se pastaj ana sportive ngelet në plan të dytë. Sepse do marrësh të tut apo do marrësh të tyret. Po. Do të thënë sepse ti rreziku të vjen nga dy palët. Mua ai që më vjen keq, sinqerisht më vjen keq që nuk janë tifozat kuqezi. Si grupim, sepse tek e tek. Po çka ka ndodhur me tifozat kuqezi valla? Mendoj që të dy palët kanë, më thëmë, të dy palët, kur them palë, federat, Federata dhe të dy palët grupi. kanë, gjithsesi, në këtë rast duhet të punonte më shumë federata. Të punonte më shumë, të gjente telat, të gjente Po mekanizma. tani me marr pjesëtar të komunitetit, me i vendos poshtë pas kontarës. Do të thënë, në rast se më të mirë vlla është implementimi një agenda. Sepse më thënë, futbolli nuk ka nevojë të bëj mesazhe shiriti me ngjyra, të ylberit. Pa. Do të thënë, mjafton të qëndrosh tek ajo shpreha e famshme say no to racism. Ajo është perla sepse nuk duhet të ketë racizëm, është idioci Po racizmi. le të ketë, le ta shkruajnë këtu, palë për shprehjen, fak Serbia, nuk më intereson fare, do marrësh gjop. Po. Le të jetë më 200.000 euro, 300.000 euro gjop, nuk më intereson fare dhe pjesë. Mjafton që tifozat tan nuk kanë ndërprer ndonjëherë ndeshje pun 5 sekonda, 10 Po, që të sekonda hynë fushë të rrafin. që të bëjnë. Nuk e kanë bërë kurrë, as jashtë fushë, as brenda fushë. Pa nuk kanë treguar ndonjëherë. Huliganizëm, nuk janë Huliganizëm. Dhe përveç se kundër Serbisë nuk e bëjnë kundër asnjë ekipi. Po. Kurse ndaj nesh e kanë bërë, Edhe kanë nuk bërë kemi- dhe rumunët, edhe e nuk kanë bërë kemi- edhe ndaj Greqisë, po. dhe në Çeki ka pas elemente. ndaj Greqisë. Edhe në Poloni. Pra kundër nesh nuk e di pse e bëjnë. Ne nuk e bëjmë më vlla, kundër atyre. Ne nuk e bëjmë, në një ndeshje që luajmë me një ndeshje tjetër, të merremi me serbët Po ke apo. vënë re domethënë që e bëjnë vetëm vendit slave? Po, ata Domethënë ka një lloj urrëtie patologjike, historike ndoshta midis slavëve dhe por më edhe shumë shqiptarëve. unë mendoj, ndoshta e kam gabim. E kupton, po mendimin tim e them që federata përkundrazi duhet I kishte ata. Unë nuk po them ti edukoj, se kjo është tifozi nuk edukohet. Po. Tifozi shkon në stadium për broritur, për të sharë, po. se do shliru energji. nxjerrë dufin, Po. aq më tepër që një pjesë e dim që ajo zemra e tifozave kuqezi është dhe nga Kosova. Po. Dhe aty në vëllezërit tanë kosovar nuk mund të Po, largojmë po. sado, sepse jemi më ndryshe ne. Përpiqu sa duash, po. Neve jemi më komod Po, vlla se nuk e kemi. Përpiqu sa duash ti, nuk Po. është çështje ideologjie, çështje besimi, është si puna e fesë. Më kupton? Dhe ti nuk mundesh dot ti lësh jashtë ata. Ti e vetëm me mënyrën ato, ore bëni çfarë doni, vetëm mos më ndërprisni ndeshjen. Në këtë sens, dhe ato do ishin më bashkëpunëtor, kam përshtypjen. Shikoj. Hajde të bëjmë, më ndërtoj edhe bashk underground, kuptohet.
notoj edhe bashkë koreografin që kjo është e mirë, këtu e ham, këtu se ham. Pra, krijoni grup pune nga federata, mësoj tregoj rregullat UEFA, ku e ham ne, ku se ham. Pa underground, nxez. Punë madhe, do grupim do të ishte atje. Tash ti shko jep. Po s'mund të marrësh dot LGBT-n para tifozëve kuqezi për ndeshjen e kombëtarëve. LGBT-ja s'ka drejtori që nuk merr bileta. Jo ministri, ministri po. Çdo lloj kështu. Nuk ka atje, do të thënë, shkojnë lloj okej, edhe ata kanë dëshirën e vet, nuk i mohoj unë, po le ta marrin vet biletën, jo të pas rezervosh ti. Merr për shembull këtë presidentët e klubeve që janë aty, këtë politikanët janë aty, ore dakord, më ftoj. Por atë dhe kur e di kush mungon aty? Gasho? Mungojnë legjendat e futbollit shqiptar, ato që kanë luajtur me kombëtar. Mirë, keq ashtu siç kanë luajtur në atë kohë. Po pse është gjithë kjo harresë? Jo se nuk është harresë. Apo është me kast. I kemi marrë njëra tonë në Europianëve, kena bërë një ftesë. Si ai do të jetë ai aty ndeshje me Serbinë. Pse s'do ta shojë? Ku ka shanset? Se gjë do të ishte një bilet. Ku ka shanset mendohet që në ndeshjet Brazilit zyrtare në kampionat botror mos të jetë Peleja valla. Mos ke qenë Peleja më saktë. Roberto Carlos. Se Ronaldinho. Po ato kanë shumë, ato kanë pa fund. Po llogaritet nuk do të pa Pelem. Po marr kod një shembull, mund të lëm Sokol Kushtën. Po. Bie fjala. Unë nuk e di, Sokoli mund të ketë bilet, mund të jetë ftuar, po e mora si shembull. Po. Ma kupton, janë to do të jenë gjëra minimale. Ktu është dhe nuk është se kapën gjithmonë me kreun. Kreun këtë rast Armand Duka, më thënë me të parin dhe ja plasin gjithë aty. Jo vëlla se ka administrat. Ka një propozim, ka një kam dashur unë të marr Armand Dukën se unë kam respekt për ata. Edhe më shpërgjigj Duka vet. Po vëlla me kënaqësi fol me PR-in. PR-i bën kështu vëlla sikur është mreti. Kjo probleme mu më ka ndodhur shpesh edhe blog vllai. Edhe gjithë ata që mua më kanë, unë vazhdoj punën time si gazetar, vazhdoj shkruaj, ato thonë kam dalë kundra Dukës. Unë prap kundra Dukës do jem, se unë jam gazetar, do jam opozitar. Opozitar është gazetarin thelb. Dhe shpirt unë do jem opozitar, do ta ngasmoj pafund mendje. Sa herë të ta kem përballë ose sa herë që të më jepet mundësia të them diçka ose të shkruaj diçka. Po. Por me një argument, kuptohet, jo thjesht e dua unë se doli mua se gjova te kavja lagjes. Por këto bën me katolik se papa. Ta bën me katolik se papa. Pra, rëngu poshtë. Da. Duka është një personazh i cili nuk është shumë publik. Domethënë e njohin njerëzit, po nuk është se ka dalje publike. Se ka agent, ka po patjetër. Zvend presidenti UEFA-s, ka takime gjitha me radhë. Por kur të kërkojnë djem shqiptar të podcasteve, as të linjës editoriale që e ketë po të shkonte Armiku, për promovimin e një presidenti i cili ka ngritur fytyrën futbollit shqiptar, minimalisht trajtohet me respekt vëlla. Po. Se e ke marketingun falas. Në qoftë se ti vëlla ke qef që të marrësh i tender atje se do t'ja çojmë edit. Atëre gjehet e vetja jote. Unë ditë të them vetëm një gjë, që me tifozat tanë, me tifozat kuqezi është bërë gabim. Ata do jenë nesër, do i kesh te Lezit Frashi, ke Lulishtja, do organizojnë, do të shohin ndeshjen aty, do të shmendën kuptimin atyre dhe kanë gjetur një mënyrë, e kupton? Por duhet kishte gjetur, nuk e di se ku të pozicionoheshin ata. Ku do të kishte hyrë një dialog. Jo po ti organizon me Serbin, Europianin, dhe du të sheshoshin gjitha. Dhe ka pas kohë, se shorti është edhe në dhjetor. Po. Më ka pas kohë që të organizohet, për 6 muaj ti du t'i kishe gjetë telat. Edhe javën e fundit du t'ishin gjetë telat. Edhe ata nuk du t'ishin munguar. Letë bonin ata. Para ma ti, duke i futur në aty, ullën palet, vëlla. Këtë gjë s'du të e bë, vëlla. Qëse ti e bën këtë gjë, ne këtu ndajemi. Është problemi i komunikimit në institucion vëlla. Fiks. Domethënë Dukës nuk i vete një propozim që dale se kemi 1 2 3 është analiza e riskut. Na duhen këto gjë po. Po çfarë ti dërgojmë si kusht?
këta të presin, e kam parë vlla te federata, e kam parë në parti politike. Domethënë pavarësisht jetë gjatësisë kryetarit nuk i vete kur fjala në vesh vlla. jetë gjatësisë dugës, uroj 100 bëhet e kusur, ose edhe jetë gjatësisë në krye të federatës. Pa, Por ata çuna do ta ndjekin edhe ku mos jetë duka. pa. Ata çuna i kanë ndjekur edhe ku kanë qenë para Dugës. se të vi duka në Pa. 2002-shin. Dikush, Pa. ka qenë i vogël atë, Pa. është rritur. Ato çuna e kanë ndjekur ku ka luajtur kombëtarja Bielorusi, Kazakistan, ato në Island, pra me mijëra kilometra, duke marrë tranzit pas tranziti, duke ndruar 100 avion, duke udhëtuar nga 2 ditë. Duke harxhu lek. S'po them këtë, lodhje, duke lënë edhe biznes edhe punë. Edhe meritojnë, edhe kur vjen ndeshja më e fortë e historisë tënde, si vend, ti nuk je prezent. Më kupton? Ai nuk shef ndeshje, bu. Tifozi, Po sikur të jetë një marrëveshje midis dy federatave që do heqësh huliganët. Pra, nuk besoj. nëse- Nuk janë huligan, më. Po pra, po. Tifozët Serbia- tanë nuk janë jo, huligan. Po Serbia e pretendon. Jo, po le, Serbia ashtu të pretendojë për herë sepse ata. kush është ky i E di Cervena pse, Zvezdës, ky e di pse i Qerosi? quajnë ligan ato? Sepse kanë hartën e Shqipërisë madhe. Çfarë huliganizmi është? Po pra, po këtë ka pretendime. A Po kupton? çfarë huliganizmi është? Unë Kush jam është, si e quajnë këtë tipin e Cervena Zvezdës, ai Qerosi, huligani serb? Tarkan, si e ka? ai që u arrestua. Arkani që u arrestua. Po. Arkani është komando vlla. Është mercenar vrasës. Ore, nes Është na kryetari- pëlqen, Në nes kryetarit, të njëjtën gjë i ka bë federata jon, me shumë mundësi, mendoj unë, federatës serbe, që kur të vinë ne atje, se po do le të të hyj, parë. më vlla, le të hyj. Tiki. O shpena, e di si është problemi? Ata bëjnë pafund tregishtat. Po. Rin, madje i bëjnë dhe futbollistët në fush. Po, ja bëjnë. Çfarë punë, ndodh? po. Çfarë ndodh? Ne nuk na pëlqen, natyrisht që na Absolutisht. Edhe aty nuk u pëlqen ajo. Po do ta maja vlla. Unë si them dot mos i bëjnë tregishta kur shkojmë në Beograd. Do e bëjnë ato. Ose do thonë në kor, vritë shqiptar. Çfarë do bëjmë ne? Tash ne heqim këta tifozat tan këtu, pse do marrin ose do thonë Serbi. A kupton pse do shajnë ato? Po normalisht që do shajnë. Pse do fislet himni serb? Po natyrisht mos vjen mes Tiranës. Natyrale, po është natyrale. Çfarë pretendoni? Të shkojnë korun aty, ti ta marr Me violin pra, me dirigjent. Po nuk mund bëhet ajo. Pra, ajo që duhesh të bërë, që tani s'bëhet, no? Ishte të gjej një rrugë mesme. Ata të ishin prezent dhe problemet mund të ishin të mëdha. Nuk është gjetur, pra, se ato nuk janë njerëz me integritet, ëh. Mos i shko ato se thjesht shpërfytyrohen aty ka njerëz Tani intelektual madje ka shumë. Filmi i tifoze që ti e ke parë na tregon që edhe një general edhe një mjek kur janë tifoz shpërfytyrohen, i lën njëri generalin komandon, tjetri mjeku RL me Christian Desigën që ziheshin me një tjetrin Lazio Interit, ndeshën Lazio Inter për vajtën të dy në polici për raje, sepse tifozi është tifoz vlla. Tifozi është kur unë shikoj Interin për shembull, se shikoj Brazilin e gjitha, filloj bërtas pse e humbe, i godit tavolinën, ose kur lun kombëtarja. Unë e kam bërë të erla. Mirë që nuk shava. Gol të miku pa dashën live. Shive tash, në Rumani ndodhi që shaheshte në Kosova në korr. Po. Nuk e ndërpreju arbitri ndeshjen. Po Rumunë çka ka me neve apo? Hikën këta të Kosovës, futbollistë në Kosovë. Nuk di ta them, është e mirë, por ishin të fyrë dhe normalisht kur dëgjoj korret e tij. Shumë më mirë le ato 3 pikë, nuk e do. Unë e fundit nuk ka ç'më duhet fare ajo rezultat pozitiv, sepse bën një moment edhe ngarkohesh. Edhe e njëjta gjë do ndodhte këtu, ose do ndodhi, do shahen ata pafund në korr. Nëse e lën fushën e lojës, po le ta lënë, punë e madhe. Punë e tyre. Ndeshja Rumani nuk i dha pikët kush Kosovës se e lan fushën. Stjep. Vetmja gjë që do të ishin bë instancat, bashkëpunim me policinë, federata, çdo gjë, të kishin bën një tryezë
1 muaj përpara që hajde ju vetëm mos hidhni senën fush, sepse atëherë ndërpritet ndeshja. Fishek zjarre, ty muse këto gjëra që të ndërpritet ndeshja. Që thotë arbitri shkoni hyni mrena edhe e marrun vendimit edhe ndërpritet ndeshja. Strishone të mëdhaja me përmbajtje politike, shumë mëdha. Por individuale majeti, po kur është organizuar nuk ta lejnë UEFA apo dhe në fundit ti për këto gjëra të tjera, të sharat, të fyrjet e himnit e kujtun çam, do marrësh gjop. Po ndeshja nuk ndërpritet. Pra dhe këtu pastaj merr pik edhe organizimi, se është e vende. Është e vende, më thënë ne për çështje sigurie ne po kalojmë teste dhe kemi kaluar disa teste sepse nuk është vetëm ky event i madh që është bërë. Ky është eventi më i ndezur. Ne kemi kaluar erdhën këtu sa krerë shtetësh para të kohës. 20-25. Asnjë gjë. Tu erdhi Buçiçi ishte madje, para Skënderbeut. Asnjë gjë, po. I shifte topet Skënderbeut. Po. Nga duke folën telefon. Nëse se në Serbi shet ai është heroi jon kombëtar. Po. Na kanë vjedhur. Prandaj Prandaj shifte topet e kalit. E moment gjyshin tim dhe di atë historinë. Kështu që kemi kaluar finalen e Conference League. Po. Po ajo të funksionuar. Rom Feyenoord. Kemi kaluar ndeshjen po me Serbin, po që është bërë edhe në Elbasan, në kushte më të vështira. Pra ne kemi kaluar si test. Dhe për organizatorët, duke bashkëpunuar me këto tifozët, Kuqezi mund të kishte dalë akoma më mirë, të kaloni një test tjetër. Dhe unë nuk e di, nuk di ta them, por kam përshtypjen që do të bëhet një proçk. Pikërisht nga këto të pakënaqurit e tifozëve Kuqezi. Nga një këto ekstremistët, le të themi, në thojza. Se i kanë detyruar vet tani vëlla. Ato kanë do gjejnë një bilet, do gjejnë 2-3 dhe do mundohen se ne edhe kam frikë nga individët, nuk kam frikë nga grupimet. Po. Individët po. Por ti nëse ti do ta kishe fut grupimin, pra në mënyrë, më thon, çuna do hym, po ne ndeshën s'do e prishim. Do shajmë, do bëjmë këtu, do nxjerrim, do bëjmë ato dufin ton, gjithë mesazhet para ndeshjes, sepse ti kur je grup, kur afrohesh ka stadiumi, striçona ti mund të vësh sa të dush ti. Mund ndesh fishek zjarr sa dur, je jashtë stadiumit. Po. Jepe mesazhin tënd. Brenda jep çik më i moderuar, domethënë, mos shkon në ekstremitet që të ndërpritet ndeshja. Pa kjo është vija e kuqe, që du ishte biseduar me dy palëve. Nuk do ishte mirë që të merrja ballistët. Të merrja tifozët Kuqezi, të merrja plisat. Jo se kanë kryesi ata. Kanë kryesi, janë të organizuar. Ti merre më tiftoje. Po pra. Ato po them. Ndeshja kombëtare. Ato po them unë. Pra, ata ja tregon Serbis, nuk ka gjë më të bukur vëlla. Se sa ti tregosh Serbisë, atë hartën që peti nga Ballis Morina, unë ta sjell në stadium. Kam shqiptar të Maqedonisë, kam shqiptar të Kosovës, kam shqiptar të Malizi, shqiptar të Greqisë, shqiptar të Shqipërisë, ja ku e ke. Gjithë treva tona. Në stadium pasi striçone, pasi pankart vëlla. Ai është mesazh. Po do organizim vëlla. Është mesazhe. Ore, organizim nuk mund të i bësh me organizim, sepse të quhet politike, por individualisht ti nuk e pengon njeriu të marrë, sepse unë do vesh një bluzë. Vu do vesh kanatiere, ne kanë kthy nga krau, shefi ai kontrollon. Atje shkruaj unë si dush, fak Serbia, hartën si dua unë, e heq fare, ose bëj edhe tatuazh madje. Që ta kemi kështu nesër kur të, domethënë sot shtunën në orën 11, se neve po regjistrojmë premten që mos ton pacientët shikojnë se çfarë po bëjnë këta, duhet më japësh një parashikim rezultati që ta kemi. Unë e kam dhënë para që në momentin që është hedh shorti. Dhe 2 rezultatet e para të ndeshjeve të kombëtarëve i kam gjetur. Pra kam thënë që do fitoj Anglia me rezultat, vetëm kam harruar vetëm një gol. S'kam gjetur një gol. Do rafim Andorën 4-0, e rafim 3-0. 2-0 do na rafi Anglia, 2-0 doli. Sa e mundim nesër Serbin? Unë e kam në TikTok 2-1. 2-1. E rafim. Për ne. Po, natyrisht.
Jam shumë Bani i mënë, nesër na komentoni, a e ka gjetur Eduard Ilnica rezultatin 2-1. Unë ju jap një rezultat tjetër 0-0. 0 gola. Unë tëm 0-0. Ky është parashikim individual, është secili, Se nuk- madje kur unë çuditëm, kur ka njerëz, për shembull nga këto mesazhit, të këto Pa, që më Se unë luajnë jam, gjot. unë jam thot me Shqipërinë thot, po në fushën e Rafin ato ne vë dysh. Po ti nuk Inteligent. nuk e kuptoj, do të thënë nuk e kuptoj. Do të thënë ti bën tifo për kombëtaren, ore mos Edhe luaj. s'ke dinë e Ti- pret ndryshe. Jo, ti në këtë rast nuk luan. Në këtë rast nuk luan. Pra, që ti Preket tifoz skuadra në ato, tifozë. Ti atë pjesën tjetër le të fitoje. E kanë kuptuar të gjithë tifozët e Interit që ajo që bën tifoz nuk duhet ta luash, se Po se luan të kundër. pikrisht, sepse ajo të dëmton dy fish pastaj. Edhe ta kaput një rezultat që thua ti 0-0, s'fiton as ti as ti. Unë mendoj këtë Ose mendoj. 1-1, po. Nesër do jetë 0-0, është barazim. Ne Sepse do jetë ndeshje shumë e tensionuar. teknikisht shumë taktike. nga rezultati nuk ne na bën punë vetëm fitore, se ne ndeshjen e kthimit e kemi atje. Pra, nëse për objektiv, po flas, ne kemi kemi rritur pretendimet, pra, duam vendin e dytë minimalisht, vendin e parë është Anglia, është pak e vështirë. Do thënë dhe e dim se sa të vështirë. Dhe duke qenë që du me marrë dhe pikët maksimale të këtyre skuadrave pastaj Janë quhet poshtë të nesh. vogla, po që të bëjmë gabim se pastaj është çështje tjetër. Dhe duke pasur ndeshjen e fundit në Shqipëri me Anglinë, që deri atëherë S'di Anglia se me sa siguri pikë kanë mbledhur po. ti mund të marrësh një pikë, po ti marrësh një pikë Anglisë. Pa mund të Është shkoj shumë, puna është shumë. deri atje, si ishte kjo puna e Spanjës, si e thamë në Europian, që Pa. toleron e ja, Pa. toleron, po do ta bësh ti pastaj që ta marrësh atë pikë. Jo, Po. kështu badjava, s'mund të marrë pika se do me sa portën ai portieri, thotë hajde bëj ti. Anglia kur të jetë ndeshja e fundit me neve ka për të pasur 18 pikë vëlla. Edhe Po ndoshta jo 18, ajo ka ose për- ata mund të lënë një pikë për shembull në Serbi, më kupton, mund Ata- dalin edhe një barazim. Ata nuk kanë për të lënë asnjë lloj pike, se Anglia këtë ka të mirë. Nga grupet del me pothuajse me pikë plota. Po Pastaj çedon tek çedon neshjet në- tek e teka, kupton, neshjet finale e kuptoj. me eliminim direkt. Por që neve kemi shansin e mirë që të përfitojmë edhe nga mosqenurit grupe Serbisë në raport me kualifikimin botror, me Anglinë që do me mbyll sa më shpejt kualifikimin sepse ka lojtar shumë të mirë edhe klubet që të vend të veç e shikoj se Bellingami, Reali, do Pintusi, ka muskulaturën, duhet me bë se ki fillon sezoni, kujdes se mos ta dëmtohet, mos e fut në ndeshje, se kam dhe unë jam bë gazetar Po. sportiv, kam 26 vjeç që shikoj futboll vëlla. Po, 28. 28 vjeç që nuk ka ditë që mos shikoj futboll ose të pakën Patjetër javë. mos Dhe jemi Ky përfshirë. është shansi jon vëlla. Me prit që Bellingami, Sakaja, Pa. Palmeri mos luajnë se do jenë për sezon, që të futen këta Braithwaite që janë këto tipat të vegjël, Kieran Gibbse në 8 tash, Po edhe ata njësoj. edhe ata janë shumë herë më të mirë se sa neve, se Po ata jo, janë kafshë për vete. përkundazi, se është kjo flitet shpesh, domethënë. Po luajti me formacion dytë. Po është më keq kur Se ata du një me zënë ekip i vend, madh, po ata po, du me zënë vend, vëlla. ato tregon Ata që luajnë më keq, unë ata bëj luajnë me diferencë. egër, Po. Ata Se luajnë trajni shumë nuk egër. thot që easy, domethënë thot Po ja për shembull pak. të vjen te Spanja Lamine Yamal. Tani Lamini me të vërtetë është si ka mbush akoma 18 vjeç o vëlla. Po Di Marco ja dogji karrierën. Po. E ka bët mbrojtjen e Interit, e ka dje karrierën. Po unë si tifoz i Interit them gjunop Di që Marco unë edhe humbi në Barcelona finale- me neve, se do kishte fituar Champions League-ën me PSG-n. Po. Vajtëm neve u turpërum 5-0. Pra, futbolli është Edhe edhe Di Marcos luajti në edhe pjesë. s'luti fare. Domethënë ka pak relativizim, por Dëgjoj. problemi është tu vëlla që Për te asaj, më thënë rezultati që tham 2-1, 0-0, 0-0. Për te asaj unë du t'i mësoj shumë, nuk e di pse e kam këtë të dëshirë, domethënë që çunat du ta shohin jo thjesht si ndeshje sportive, domethënë okay me atë peshën thonë që e kemi turistninë. Jo, ti e ke luftë zotëri. po. Po se pe kështu, mos u fut në fush. Më nuk më intereson mu me karton të kuqja në verë. Na le net pastaj mrapa bëri gabim apo s'bëri gabim.
Po, provokimeve të kenë kujdes, se do provokojnë ato, kupton? Është shumë normale kur vjen ekipi mik provokon me një situatë të tillë, provokon, bën simulime etj, të të afrohet dhe ti të smaj nervat. Jo, ato të tilla jo, në kuptimin luftë sportive vëlla. Grind sikur në jetën tonë, or vrap dhe grind. Më intereson fare çfarë thot Silvinho nesër. Që ti vendosin Që ma e pozicionin tënd ose që ti vendosin pikat mbi i vëlla. Po të shikosh Zvicër-Serbi, çka ka bëu Gjerdan Shaqiri me Xhakën, se ata e ndjejnë fanellën. Dhe ata e kanë parë genocidin vet vëlla. Ata e kanë quajtur luftë. Literalisht luftë. Si lura. Janë shumë më moderuar sepse për shkak se të Zvicra e thashë pasaporta zvicerane, raporte tjera, kupton, nuk lë Zvicra të vesh ti të bësh çfarë duhesh, patriotizma feka, kupton? Po aq fishek sa kishin dorë për ta shkrehur kundër Serbisë. Çfarë do të bëjnë më ato? I bën 2 gola e nxorën fare vëlla, nga grupet. 2 herë. 2 hera, kupton? 2 herë edhe duke ja festu dhe kështu. Po. Edhe nga inati, kupton? Po kjo, më fal. Tash edhe se erdhe ke Shqiponja. I kanë thënë, domethënë, është dëgjova, që mos festoni me Shqiponj në rast të një goli ose në çfarë është mos festosh me Shqiponj? Po ne sa herë me Shqiponj festojmë. Kur bëri gol Ramadani, kur bëri gol tjetri, gjithë me Hasani e bën në Kore Jugut. Pse? S'bëgëm Shqiponjën në momentim. Po ku do ta bëjmë Shqiponjën? Po kjo është simbolim, vëlla. Kjo është simbolim, vëlla. Çfarë? Ti kur feston me tregisht, unë mos festoj me Shqiponjë. Ti e ke bërë mes Elbasanit atë kur kam na bën golin. Po kjo është e turshme, vëlla. E kemi hapur vet vëlla rrugët. Po jo, kjo është kom përtej, domethënë masave të sigurisë. Masa e sigurisë nuk është aty. Masa e sigurisë është tjetër vend. Vëlla, është kompleks që neve kemi kundrejt huajve, edhe është kompleks. Por dalë sa më bukur. Ore neve kemi kompleks me folti tani që Shqipëria është Ilirida Dardania, me quaj Dardani dhe Ilirid, unë që i quajnë në opinion publik vëlla, që s'kam frikë ta quaj. Më thonë po na prish raportet ti se është Bashkimi Evropian, po jo po Serbia duhet falim. Dhe po prap unë jam ai që them ore, historia në një moment duhet falur se s'vazhdohet vetëm me urrëtie, se s'ka populli faj atje. Populli helmohet, helmohet ky popull këtu vëlla, me nacionalizma fake të politikanëve për interesat e veta. Po tishin armiq Edi Rama me Vučićin nuk do pudheshin buz 90 herë vëlla. Me njëri tjetrin. Pjesa e politikës. Ata janë, ama mund dita them që mund mes Beogradit, Kosova, ka thonë ai i gjati, Kosova është e Shqipërisë. Pra është e shteti i pavarur. Ai e ka thonë doni apo s'doni ju. Ai e ka thënë ato. Atë e ka thënë ai. Ai e ka thënë. Bravo i qoftë që e ka thënë. Për mua e ka bërë detyrën. Për mua e ka thënë për 1001 arsye sepse ai është marketeri i frikshëm. Po bravo, më thënë, sot e kësaj dite pas 6 vjetësh, 8 vjetësh, neve sot po flasim për Edi Ramën që ata mes Beogradit e ka bë shenjën e vet ai vëlla. Domethënë sot do flas unë pas 10 vjetësh djaliot nesër pas nesër, kush është ky kryeministri shqiptar që e ka thënë. Problemi është vëlla që neve nuk duhet kemi komplekse për me pasur identitetin ton, sepse ne kemi kompleks nga identiteti. Shqiponja nuk është si shenja e tregishtave që thot vritin i shqiptarët edhe t'i vrasin gjithta, kupton, si sfurku. Po kjo Shqiponja, kjo që bëjmë ne. Simboli im kombëtar vëlla. Është këtu më vëlla. Është këtu më, e kam në flamurin tim. Shiç e ke ti në kapelen tënde. E kam flamur më vëlla, e kam identitet. Pra çdo njeri kur shkon, udhton apo knohet himni dhe flamur. Se që të thuash është provokim kjo vëlla, Serbia ka vetë Shqiponjën. Se ka me 2 koka, po e ka me 1. Po se bëjnë dot. Simbola nga, do ta bëj vetëm këtu. Nuk e bëjnë dot atë, prandaj u vjen atë. Vlla, neve kemi pastaj ato i kanë ato historia e shtetit ton vlla. Fatkeqësisht për 115 vjet, aq sa kemi neve, 113 vjet, 12, 25, 113 vjet, ka një fatkeqësi shumë të madhe vlla, që në pjesën ndërmuese po flasim 85%, po e lëm 15% sa burr shtetasve që ka pas dhe burrat mirë ky komba, kupton që kanë çuar kauzën para.
mendojnë serbisht e flasin shqip vlla. Ka shumë, ka element sa duash. Është politik filo-jugoslave. Dhe më e keqja, di çfarë është qëndron nga pse nuk kanë krahun tjetër kështu. Jo. Pra t'jenë sërb Ton shikoj se Shqipëria ka drejt. mund të jetë një ose 5%, në 95%. Jo që as faren, më thënë një element mund të jetë edhe ai mund të ketë origjinë të vjetër 5% vlla. shqiptare që mund ta thotë. Kurse nga krahu jon ka fatkeqësisht. Sepse Sidomos filo-grekët janë akoma më filo-grekët, ke filo-jugoslavët, ke, domethënë, sepse është komunizmi valla që ne ka bërë dashur pa dashur. As është as komunizëm, se komunizëm ka Norvegjia në thelb, kupton, apo Danimarka, që janë mbretër, po është komunitare, shpërndahet resurset që shiten të drurit, diferenca shpërndahet në popull vlla, kupton, ai është komunizëm në thelb. Ky është punizëm. Domethënë, disa sklever në i ferm të disa juntave ushtarake që punojnë gjithë për kupolën. Dhe modeli jonë është bolshevik, punist, jugoslav. Dhe me atë, më thënë, djemt mosha ime e morën 91-shin, 92-shin pushtetin, në Brezi. Po qa preti nga shpendi 32 vjeç që futet në demokraci 32 vjeç? Do bëhet njërë demokrat, do ketë konceptin demokracisë. Tu nuk ka partia demokratike, nuk ka demokrat, nuk ka djath. Në është të mërshme. Një partia djath të flasi për pensione, të flasi për marrëdhënie të mira me fqinjet. Është kjo, më thon, marrëdhëniet e mira unë mbaj me fqinjet sepse unë nuk kam problem të punoj me y, me serb apo me maqedonez vlla. Sepse nuk ta diferencon etnia për të bërë biznes apo për të krijuar miqësi. Kupton shpendin? Por që unë të them që unë jam i rrethuar nga trojet e mia, ky është fakt historik vlla. Pse duhet të kem un kompleks me thon se na mërzitet neve Vučići. Dalim ke ajo që them. Ai është tifoz i kombit vet. Kosovari është tifoz që vjen nga Kosova, shqiptar që vjen nga Kosova, është tifoz i kombit vet. Po. Tani edhe këtu ka çik probleme me Kombi i tij është shqip. Këta kanë dalë me kombin kosovar tash. Nuk e thon, shumë pak, janë element siç valla ai kam debate vlla me njerëz shumë intelektual. intelektual. Nuk është ajo. Ajo është shtet. Jo, sepse sipas teorisë të kombeve vlla, që një shtet nuk mund të ekzistojë dot pa një komb. Pra, është shtet i ri, duhet të krijojmë një komb të ri. Kjo është teoria e këtyre. Nuk ka. Ndërkohë që Si thon kombi gjerman, nuk thon kombi austriak. Po pra vlla, po. Ideja është neve aq të paguar jemi nga. Ka komb Zvicra, s'ka komb. Gjerman janë ata gjithë. Jo, ka gjerman, ka francez. Aty është me kantone. Po. Aty është italian. Ke pa në një zviceran thot kombi zviceran? S'është kombej. Sepse kombet janë formuar vlla. Shumë shekuj përpara. Nuk vetë në Zvicër. Për aq kohë sa punëtori komunales merr 3800 franga. Edhe ka një jetë që bën 2 herë pushime në vit. Ai thot shteti. Nuk thot kombi. Bën 2 herë pushime në vit me një rrogë që shkon 8-4. Shteti pra se e thot. Ai thot shteti vlla, jo kombi, si duhet historia. Unë po jetoj këtu, jam shumë i kënaqur. Jo, atij mund t'i duhet historia, por nuk e ka se si ta thot. Po s'ka për çati duhet fare. Amerikanët 350 milion veta janë bindur dhe e kanë mbyllur që historia jonë fillon 1776 vlla, me konventin e Filadelfit këtu krijuam kombin, do luftojmë për këtë komb. Po ata e formuan kombin, sepse nuk ishte, do thënë ishte tokë, le të themi me indianët. Atje ata e formuan kombin. Pra kombësia e fundit si mund thuash në botë, ishte kjo Amerika që ekziston edhe sot me kjo me pranimin e shumë nacionaliteteve. Pra ata e bën kombin. Po është i fundit. Më thuaj një shtet që formuar mas 1900 që ka komb. Timuri Lindor. Edhe ata s'janë komb, faktikisht ata janë shteti krijuar. Po them kur ndahen fiset, kur ndahet një enklav edhe hajde quajmë kombësi, pastaj është tjetër gjë ajo. Ndajmë një cop tokë ose unë e kam ndajmë atë Republika Srpska. Vlla, mua më shqetëson vetëm kjo pjesa që ka shumë patetizëm edhe ka shumë hipokrizi në raport me të vërtetën tonë. Pra, nuk duhet të kesh dy standardci fakt Serbia ose Serbia ashtu, dhe nga ana tjetër ti vete në një televizion kombëtar dhe më flet mua për fqinjësinë e mirë. Është totalisht hipokrite vlla. Apo patriotizëm se bën e Shqiponjën dhe vajte kombëtare. Jo, patriotizëm është mos vjedhësh vendin. Ore fqinji i mirë nuk
Absolutisht jo, por ti ke thjesht raporti kur është biznes është tjetër gjë më valla. Se edhe me armikun bëhet biznese. Biles me armikun takohesh më shumë se sa me mikun, valla. Bëhet biznes, t'jap këtë. S'ka ndonjë gjë. Vin turista serb, zbresin jug. Atje. Po valla edhe unë në Beograd, valla, kur erdha nga Gjermania, serbët i ndaluan, valla, për t'i parë pasaportën, më shpejt ma ka kaluar se sa ma ka parë me pasaportë shqiptare. Të betohet shpene. Se po t'ishte ndryshe, biles edhe kanë atë, edhe në mertare. Kur i jep për shembull pasaportën shqiptare, e kanë një farë ato, nuk e shprehin normalisht. Ti shkon në një vend të Shqipërisë në veri, po t'jesh ka jugu, do të shikojnë me kush është ky. Ka rënë shumë, po të vesh ti në jug nga veriu, po prap do të shikojnë, do të nxjerrin një teori që ka rënë shumë, ka rënë. Ti pretendon tani, ti pretendon që s'ka serb që janë çfarë të mund ty fundamentalist, janë psikopedër, siç ka shqiptar që janë psikopedër që to shikoj se unë urrej atë racën atje. Do të thënë, urrejtja është gjuha e të doptit, vlla, inferiorit. Bota kalon. Llogore, secili llogoret vet, duke përmirësu vendin tënd, duke bërë një gjë për, se thashun, nacionalizmi fillon duke nga familja jote. E di pse vlla është duke bërë mirë vendit tënd, vepra të mira, ti ke bë vetës dhe vjen një moment që ti je shumë më lart se sa Serbia. Ekonomikisht, politikisht, ushtarakisht, sepse ti e ke ngritur me këtë dhe nuk ka nevojë fare pastaj thotë jo po serbi kështu. Jo, bëja kufirin ke thona pastaj. Neve jemi udhëhequr nga një parti e cila është krijuar nga instancet e UDB-s, vlla. Miladin Popović edhe dikur Dušan Mugosha. Agjendat e partë UDB-s, vlla. Janë erdhën këtu, morën këto dylberët tanë, i bën. Dhe të më thua është tani, vlla, që një parti e cila parti shtet, duke marrë instancat e urdhëresa gjithmonë në jugoslavisht, në serbisht, serbo-kroatisht. Dhe na kanë krijuar të idenë, shikoj se ata na morën Kosovën, jo vlla, Kosovën ja dhan vetna. Unë kam lexuar literaturë që pra ishte në aspektin internacionalizmit. Ti tua donte ta kalonte, vlla. Pse? Sepse nuk e mbante dot. Po me të njëjtën gjë la dhe Enveri, sepse Dardanët nuk e pranojnë dot udhëheqjen e komunistave, se i bindet merr edhe 2 milion banor tjerë që janë verior, vlla, që janë kundër establishmentit kuq. Vetëm i Mirditën edhe janë futur në 63-shin. Domethënë luftën e fituan 44-ën, luftën civile, e shtrin komunizmin tërë Shqipërinë në Mirdit, në 63-shin u futën ata. Që e morën dhe Mirditën që e bën komuniste. Pra, një cop vendi në Shkëmbor, si Mirdita donte 18 vjet, vlla. Po si ishte aq kollajshme, nuk ka qenë. E majnot fuset e 2 milion tjerë. Pra, ashtu siç ka qenë edhe në një pjesë të mirë të Dibrës. Bravo. Kemi pak dritie, vlla. Kemi pak dritie. Neve si shtet, në raport me ato që kemi kaluar kemi shumë dritie. Vlla, në raport me të vërtetën historike, a kupton? Por ne po flasim për aktualitetin dhe unë i urej fjala urej ndoshta është shumë e madhe. I neveris. I lë në delirin e vet. Se duke bërë këto shpesh to shqiponjat edhe shumë duke veshur bluzat me Shqipërinë e madhe dhe nuk ka nevojë fare aty ti thua ti valla çfarë nëse nesër na sulmojnë. Kaq bëjnë pyetje ti. Shkon aty. Ikin greqitët. Po jo valla, thotë e sulmon atë, thotë. Si ke ti domethën luftë. Po jo, lufta është atje, po. Kjo është ka lufta. Kjo është pra, vlla, domethën nëse ideja është këtu. Në qoftë se neve, edhe këtë emisionin sot që po flasim që edhe në ana sportive dhe po nga ana historike po e cekim pak, dua t'ja vetëm një mesazh, vlla, përfundimtar, që në qoftë se neve duam të bëjmë patriotizëm real, qoftë edhe me kombëtarën, pak rëndësi ka. Po patjetër se e ka vetë emrin kombëtare. Financo U19, U17, krijo mjedise, krijo shkolla
akademi, se ka talente. A do me bo patriotin ti vlla? Me nxjerr ti Ronaldo dhe Messi në ri. Talent është ai. E disa talente mund të ketë Shqipëria që digjen. Edhe shko rrife sportivisht në Beograd. Rrite këtu vlla. Këtu dhe edukoje, hap akademite. Lekët që hiten këtu shpërdorohen për incinerime, për pisliqe ça vite 35 vjetu, majtas e djathas, bëhet pakën një gjë për kombin. Sepse sporti është është ambasador. Pra Shqipëria është njohur nëpërmjet këtij flamurit që shkon kombëtare edhe në Argjentinë, edhe në Brazil, edhe në Amerikë, është marrë në Europian, pra është ngritur dhe brendi i Shqipërisë. Fanellën e kemi shumë të bukur. Pra Inderi, po të shikosëm në aty lidh, kishte një stem të bukur për neve interistët vlla, po shumë pa lidhje në mënyrë marketingu. Erdhi Zhangu, e ndryshoi atë e bëri brand vlla. Domethënë stemën e Interit ke qef ta bësh edhe stemples te laptopi, po ke qef edhe ta marrësh një kostum sportiv, jo fanellat, po kostum që të rish në përditshmëri. Pra e ka bë në marketing po ecën. Kombëtare. Jo, edhe në infrastrukturë ka ecur goxha, edhe me moshat, po nuk mund vi me njerëz për. Nuk mund vi, se ja për shembull, ta që e shajnë duken për organizimin e U17-s, po ato U21-shin, ka një pse e mbron duke, sepse unë për herë parë do fus në Europian edhe këto mosha më vlla. U rravën, po s'ka gjë më se është eksperiencë e parë. Si dolën ato? Ato kanë i rrisin që fëmijë që 5 vjet nisin ato pa shkollë atyre. Ne nuk kishim mundësi atëherë të hymë me një Europian me grup moshën U17. Aq më tepër me U21-shin që do futemi prapë në 2026. Unë nuk e shokoj as nga ana sportive dhe as nga ana problematike organizimin me atë, sepse ndeshjet e grupit tonë do bëhen në këtu, ndeshjet e grupit atyre do bëhen në Serbi. Po unë nuk e shikoja shumë problem. Nuk e shikoja fare problem në organizimin atë. Këtu ishin një grup, s'mund të organizojmë ne Europian me Serbinë. Okej, po ai ta lë fakt të kryer, ta bëj, o e merrni me atë, se me Malin e Zi nuk ka kapacitete. Greqia do ta bëjnë vete, Maqedonia prap nuk ka kapacitete, atëherë ti Kosova jo, ti pse do të jenë fqinj. Po. Dy vende që organizojnë. Atëherë Serbia, o i bie që mos e bënim, o do bë. Po nga ana sportive, normalisht ti do ta bësh valla se ekipi jot kombëtar të luajë në Europian. Ashtu siç luajti ajo, U17, ashtu siç është kualifikuar ekipi i parë. Pra dhe unë se ishit ja, po këto rriten këta djem. Se mas 2 vjetësh do gjejnë U17. U19 dhe Bushi e tha vet tani U21. Janë ja 3-4 elementë që do luajnë. Por ai ka luajtur një Europian, nuk mund të rrifet më 0-4, prit ti. Po. Se po ai ka marrë eksperiencë. Pastaj ky element i shërben dhe kombëtarës nesër. Po. Pra janë shumë përfitime, nuk është vetëm nga ana marketingut. Por ne gjithashtu po tregojmë që në sport po organizojmë evente. Finalja e Conference League. Po. E këtë nuk duhet bëj reklam federatës, se duket sikur o vlla këto janë fakte më jetë se Armand Duke. Po çfarë po ty nxjerr Armand Duke një. Këtë aspekt, domethënë një pjesë e tifozëve duhet ta shikonin në këndvështrim tim. Unë nuk hyj dot. Jo, nuk mund të jetë aty Shqipëri-Serbi që organizojnë. Valla jemi të ndarë në këtë pjesë. Ne organizojmë pjesën tonë, ata organizojnë pjesën e vet. Nuk e shoh. Sa e bukur do ishte, ti vendosim kapak vlla. Sa e bukur do ishte që për një brez të rishkruaj historia, pra të le të filloj mes federatave një. Në bëhet një bashkëpunim, organizimi për bashkët. Pastaj kalon në nivel akademik. Ata heqin dorë nga Çubriloviçi, Ezbehin, neve heqim dorë nga këto këngët Serbi tashtu motrën. Bën shkëmbime me Universitetin e Tiranës, Universiteti i Beogradit, nipi im vlla mund ta quaj një vend mik Serbin. Duhen vetëm 20 vjet, 30 ndoshta jo, se nuk duhen vetëm 20 vjet, 30 vjet. Nuk e perceptoj dot atë ditë të ta quajmë vend mik dhe
nuk e perceptoj për momentin, e Franca kupton? dhe Gjermania vlla u shkatruan me njëra tjetrën në Alsace-Lorraine, e kur erdhi puna në 46-ën, krijuan E kemi akoma të freskët, se jemi 99-ën. Nuk kanë kaluar aq vite. Prandaj po them unë që ndoshta do vi momente që do falësh vlla. do vimo vlla, nuk e diskutohet. Hajde punojmë për faljen, e zhbojmë dot varësisht nata. si ushqen pra. E zhbojmë Nëse dot. ti ushqen urrëtien, normalisht nuk dëshuhet kur. O Edo, Nëse ti nuk e zhbon dot vlla. hajde, por puna e parë që duhet bëjnë ata, topi është ata për momentin. Falje vlla, të kërkojmë falje. E para të kërkoj falje dhe e dyta, o vlla, ta quajmë fakt kryer tash që Kosova është shtet. Po si bën këto të dyja, nuk mund të ecet përpara. Ata të kërkojnë falje vlla, unë do ta shpjegoj edhe gjeopolitikisht, po nuk është vendi. Serbia gjithmonë e predispozuar për të humbur sepse është pjesë e Rimlandit, sipas gjeopolitikanëve, nuk është pjesë e Hartlandit. Pra e kap gjithmonë forca centrifugale. Po pak rëndësi ka, domethënë është edhe fuqi kontinentale, nuk ka dalje në det më të tash. Po, patjetër, Është gjeopolitik. gjithmonë e kapur dhe e ka bërë atë luftë se për shkak të deherorëve që ka aty vlla. Domethënë nikelit, ka ar e gjitha me radhë. Nuk është se na duan neve si popull. Në duan mineralet që ka toka e bekuar, a kupton? Idiotësia që bënte Miloševićin 89 në fushën e Kosovës është i bënte ushtarët për çar. Domethënë e kujtonte Knjaz Nikollën Pa. që u vran nga Miloshi në 1389-ën, fushë Kosova, beteja që hajde ta dishit çka ka ndodhur me të vërtetë atje në Torvjollën, në fushë Kosove, më thet tash. Ideja është vlla që kam pirje. Ata e kanë pirjen sepse e kanë pasur shovinizmin apo në këtë Serbinë e Madhe e kanë pasur tezë të Çubriloviçi që është një maskara i ndyr vlla malinj, është hero kombëtar dhe një nga mendjet e shkencave politike atje. Pra, nëse unë do kisha Enver Hoxhën si boost këtu dhe të thoshe shikoj se ky është njeriu më i madh i kombit, unë do ta besoja vllada. Pa çka se ti do më thoshe është pend, po ky është një maskara, një debil që e ka çuar Shqipërinë 50. Jo. Sepse unë jam brumosur me atë lloj gjë. Ashtu siç u brumos populli. Dhe po mu dha mua në universitet për me lexu veprën e tij vlla, unë e quaj të certifikuar që kjo ka kaluar nivele më të larta akademik që po vjen në dorë të studentit. Dhe kjo ndodh me Çubriloviçin atje. Unë ty të sugjeroj një libër, Shqiptari imagjinar vlla. Është Aleksandr Pavlović. Edhe shkruan për mënyrën se si deri në gjysmën e shekullit 19 vlla, në historiografinë serbe, shqiptarët quheshin popull vlla, trim dhe mik, si malazezët dhe serbët, dhe pasi u mor u krijua kombi, se ata patën fatin e mirë që kishte ortodoksa, loboj shumë për të ndarë. Neve ngelëm të Dumbaba, të Haxhi Qamili. Po në 100 vjet histori na sollën këto vlla, 100 vjet me vonesë. Do vi momenti. Dhe flet që si ndryshoi historiografia, sepse u duheshin armiq imagjinar vlla. Për të krijuar fuqinë e kombit, shqiptarët janë Osman, këta janë Osman, portat e larta. Pra, është inskenuar, siç është shkruar me dorë, mund të fshihet me dorë vlla. Unë te kjo besoj. Ballkani nuk e ka luksin me tall bythën me histori vlla. Ballkani ka luksin që të formohet sepse është tokë bekat, të vendosen pozicioni gjeopolitik, domethënë çdo gjë i kanë, po të shkalojnë mirë. Po të ketë një fqinjësi të mirë, më thënë çdo gjë ata atyre u duhemi ne mund patjetër që në shkëmbimet tregtare ne kemi portin ato, ka çdo gjë mund të shkojë mirë, por problemi ato dy gjëra do të bëjnë. Problemi vëlla se na ka marr tërçamërinë, na ka marr Greqia. Maqedonia na e mori Tito e krijoi si kom se na mori Dibrën, Tetovën, Shkupin e gjitha. Malizi, Ulqin, Kotor deri lart. Serbia, Kosovën. E na thonë ne pastaj pse bëjmë tash ose duhet na dëm shpërblesh vlla, na e paguash se njifen blerjet e tokave. Të vishet alokosh kaq miliard dollar vlla. Ta kam bler për kaq vjet, ta kam bler ose e ke shfrytzuar. Ose e kam shfrytzuar të më japësh rent. Ti si shtet. Ose të bëjmë një gjë që të kenë dy shtetësi. Domethënë, kjo është gjë, vlla, ngelet në dorën tonë, sa tolerant jemi neve, por neve nuk jemi tolerant, vlla. Ne jemi sa han lëpirës si strukturë shtetërore. Edhe do t'u japim shembullin më të mirë që ti mundim nesër. Inshallah, vlla. Ti mundim edhe për të treguar për t'u ulur një kokën sportivisht, sepse është edhe politike, është. Po. Dhe them që do ta bëjmë. Nuk e di, domethënë, mas asaj fitorie me Greqinë se
për mua ka qenë gëzimi më i madh. Kam festuar si tifoz, jo si gazetar. Kam qenë prezent. Nuk e di domethënë çfarë emocion, nuk kam arritur Për zotin gjithë e kemi shijuar ata. Ore ne kemi pas fitore, e kena mund Rusin mrapa, këtu e kemi marr fitore me Portugalin. Nuk kam qenë Portugali, po Bekim Bale. ore kam qenë në Oslo. Po. Edhe atje fituam 0-1, mundëm ne atje. Gëzimi pa parë, kupton, por nuk i kalon ata emocionet për shembull ta shohësh duke e mundur një kundërshtar që jo urryer, po si thosh që ke pas gjithmonë. Është armik vëlla në memorien tonë kolektive është armik. Është armik. Është armik. Dhe nuk më thënë ai ka ndodhur 2004 me fitore dhe i biem as një 21 vjetësh, inshallah, ai 21-shi është numër me fat. Inshallah. Urojmë të gjithë shqiptarët që sot kur na shikojnë neve, na shikojnë me gëzim, dhe të ketë dalë rezultati i Edit 2-1, ose edhe 2-0, nuk ka problem. Ore edhe 0.5 me 0. Dhe siç ka thënë edhe Erald Bunezi, astrofizikanti i Tru Podcastit, do shikojmë futboll tha kur të jetë rezultati -6-3. -6-3. Kështu që kur ta shikoni sot në orën 11 të shtunën, po e flasim që nga e premtja, shpresoj që t'jeni në gëzim dhe të reflektoni se një nga shenjat e patriotizmit është të investosh tek të mirat e vendit që ke, të nxjerrësh në pa, dhe një ndër to është edhe futbolli, ku ata djemë dhe stafi mrekullueshëm përpiqen vit për vit, ditë për ditë, që të na japin neve gëzim dhe ta ngren kokën. Kanë dhënë më shumë se që kemi dhënë neve, sepse Shqipëria për sportin ka investuar aq pak sa ata djemt nuk duhet kishin hyrë 2 herë në Europian. Shpresoj që ta ndjejnë aq shumë fanellën dhe të jenë si ushtria çlirimtare e Shqipërisë kundër pushtuesit serb. Sportivisht dhe pa urrëtie, sepse siç e ka thënë Neruja, të urresh dikë është si të presësh është sikur të pish ti helm dhe të presësh vdesit tjetri. Edo, me fjalë të fundit vëlla, shumë gjetje e bukur kjo punë e urryerit. Luftoni si kur jeni llogore. Si kur keni armikun përmballë, jo urryer. Mujo Ulçinagu me luk çaje. Shumë faleminderit vëlla që më erdhe të pres prap. Dhe pse jo të hapim në një rubrikë sporti, se nuk me ta kënaqësi kam më bërë të madhe. ftesën kështu. Me kënaqësi më të madhe. Se ke qef astirin duket. Jo, është puna se kam kohën. 7 minuta e ke nga fresku. Ja, s'është puna dhe se kam kohën. Do ta përpiqemi ta bëjmë. Do ta bind Edil Nicën që ta shikoni këtu në Tru Podcast, të ketë emisionin e vet flasje për sportin, bëj analiza. Deri atëherë e dini vetjove. Subscribe, abonime, në telefon për reklama, kemi Odorin dhe Dino Auto, makina, për buxhet familjar, duhen vetëm 6 muaj siguracione për ta blerë me këste, për ju që nuk e keni legët e plota, e keni në Shën Vlash në Durrës, dhe merreni në telefon, keni 15% ulje po përmendet gashin, e keni nga pronari këtë, 15% ulje po përmendet gashin, e çonin çdo lloj servisi brenda Durrësit, jo në Sarand, dhe i ke çelçat 10/10, nuk ka ulje kilometrash. Ndërkaq, Odorin, e dini vetjove, Teringu, 2 sprucime në banjë gjithë ditën. Natën